Ka ndikuar rritja e çmimit të biletës? Ka ndikuar shumë rritja e biletës, jemi shumë me fjalë që nuk e përballojmë dot. Sa janë të ardhurat tuaja për të bërë? Të ardhut janë 500-600. Sa herë duhet ta përdorni linjën e autobusit? Linja e autobusit përdoret çdo ditë për hallet e njeriut, jo një smun lek, jo një tjetër gjë. Ka ndikuar tek ju? Ka ndikuar shumë kjo pjesë. Ka ndikuar boll. Si po veproni që nga data 1 nëntor, keni bler abone apo me bilet? Paguajmë 500 lekë në shkojmë në Tiranë. Sa janë të ardhurat tuaja? Përballoni këtë rritje? Jo, valla përballoj, se ne përballojmë kurse me 100.000 lekë pension jemi. Si po ja dilni? Ku do të thotë që bëhet ai dhe unë? Jo, në çdo xhep pensionisti bileta është 25% ngritje që ndikon në xhepat e pensionistëve. Një pensionist nga Kamza, po të ketë një njeri të sëmurë në Tiranë, do paguaj 1.800 lekë vetëm vajtje ardhje. Sepse do paguaj 500 lekë biletën nga Kamza dhe 400 lekë që ka Tirana. Sepse këta të Kamzës i ngritën pa pritur dhe pa kujtuar, çmimin e biletës e ngritën fik sot për nesër me një mbledhje të Këshillit Bashkiak, pa pjet popullin, pa marrë mendimin e popullit. A justifikon kjo rritje kushtet që janë në këto linja transporti? Jo, kjo nuk i justifikon, kjo banorët e Kamzës i diskriminon.